Për të arsye thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadith që e keni dëgjuar edhe shpesh herë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet mirësia çon xhennet. Pastaj vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe flet për fjalën e drejtë, edhe të vërtetën që e flet njëri, flet njëri drejt. Edhe wa ma yazalu 'abdu yasduqu, edhe vazhdimisht robi flet drejt, qëndron drejt, vepron drejt, hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Përderisa të shkruhet tek Allahu filoni ka emrin tonë i drejtë. Gjithashtu e kundërta, wala yazalu 'abdu yakdhibu, vazhdimisht robi rran, gënjen, e ngon hutbën, e ngon dersin, me ti ka që ka me bu mas dersi në haramën që e ka lënë të smesaktu. Ky po rran. Wala yazalu 'abdu yakdhibu, vazhdimisht rran, hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Derisa të shkruhet tek Allahu xhalla wala rranc. Pa tek Allah paska i vërtet edhe paska rranc.